Në Universitetin Fanoli të Korçës u prezantua Fjalori i Madh i Gjuhës Shqipe 2026, një nga veprat më të rëndësishme të leksikografisë shqiptare që sipas studiuesve përfaqëson një arritje madhore për gjuhën dhe kulturën shqiptare. Aktiviteti mblodhi përfaqësues të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, pedagog, studiues dhe student në një veprimtari të dedikuar rëndësisë së dokumentimit dhe pasurimit të gjuhës shqipe. Duke çelur aktivitetin, moderatori i veprimtarisë, Dr. Olger Brame, e cilësoi këtë moment si një ngjarje me peshë të veçantë për kulturën kombëtare. Mbledhur për një ngjarje që shënon një moment kthes në historinë e kulturës sonë kombëtare. Sot në Universitetin e Korçës do të paraqesim Fjalorin e Madh të Gjuhës Shqipe, një vepër madhore e leksikografisë shqiptare. Gjuha është atdheu i parë dhe ky fjalor i madh siguron që ky atdhe të mbetet i pathyeshëm dhe i pasur për brezat që vijnë. Rektori i Universitetit Fanoli, Lorenzo Ekonomi, e cilësoi fjalorin si një dëshmi të fuqisë shprehëse të gjuhës shqipe dhe një moment kulturor të kombit shqiptar. Ai theksoi rëndësinë e ruajtjes dhe pasurimit të gjuhës si një detyrë të përhershme kombëtare dhe akademike. Një vepër madhore e arbanologjisë bashkëkohore tashmë e hedhur një platformë digjitale. Gjuha është ndër simbolet më të fuqishme të identitetit të një kombi. Nëpërmjet saj ruhen kujtesa historike, trashëgimia shpirtërore, kultura dhe vetdia jonë kombëtare. Për këtë arsye, studimi, ruajtja, pasurimi dhe standardizimi i gjuhës shqipe mbeten një detyrë e përhershme kombëtare dhe akademike. Në këtë këndvështrim, Fjalori i Madh i Gjuhës Shqipe përfaqëson jo vetëm një arritje shkencore të jashtëzakonshme, por edhe një dëshmi të përkushtimit të studiuesve shqiptar për ta pasqyruar në mënyrë sa më të plotë pasurinë leksikore të Shqipes. Në parafenin e këtij fjalori theksohet me të drejtë se çdo fjalor i madh është shafat gjatë, jo vetëm në procesin e artimit, por edhe në jetën e vet të qarkullimit dhe përdorimit. Kjo ide shpreh qartë përgjegjësinë e jashtëzakonshme që mbart artimi një vepre të tillë leksikografike, e cila nuk i shërben vetëm së tashmes, por projektohet si një referencë themelore për dekada me radhë. Në emër të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, sekretarja shkencore Anila Hoda e cilësoi këtë vepër si një vlerë kombëtare që i shërben shqiptarëve kudo në botë dhe studiuesve të gjuhës shqipe. Ajo vlerësoi punën shumëvjeçare të grupit të studiuesve dhe theksoi se sugjerimet profesionale do të ndihmojnë në përmirësimin e mëtejshëm të saj. Është një vlerë jo vetëm kombëtare, por një vlerë për të gjithë shqiptarët kudo që janë sot në botë. Ata që flasin gjuhën shqipe, por dhe ata që e studiojnë gjuhën shqipe, pra jo vetëm shqiptarët, por edhe studiuesit e gjuhës shqipe ku janë sot kudo në botë. Dhe gjej me vend shprehjen që tha rektori pak më përpara, është jo vetëm një vepër me vlerë shkencore, por është dhe një monument kulture. Fjalori tashmë është përfunduar në pjesën e tij më të madhe dhe është bërë i njohur për të gjithë ata që kanë nevojë dhe ndjejnë të nevojshme që ta përdorin. Dhe është një periudhë, ndoshta një vjeçare, më shumë apo më pak, ne do ta shikojmë në të ardhmen se sa do të shkojë, që në një farë mënyre po vlerësohet cilësia e këtij fjalori. Pra, të gjithë ata që e përdorin janë duke dhënë komentet e tyre, dhe them mes këtyre komenteve ka shumë komente racionale, sugjerime me vlerë, dhe unë natyrisht nuk kam aftësitë e duhura për të vlerësuar cilat janë racionale dhe janë profesorët e nderuar që do ta thonë atë. Pjesëmarrësit e cilësuan këtë projekt si një pasuri të përbashkët kombëtare, ndërsa theksuan se hedhja e tij në platformë digjitale e bën më të aksesueshëm për studiuesit, pedagogët, studentët dhe të gjithë përdoruesit e gjuhës shqipe. Fjalori i Madh i Gjuhës Shqipe synon të shërbejë si instrument themelor për dokumentimin dhe pasqyrimin e pasurisë leksikore të shqipes bashkëkohore, duke mbetur një referencë e rëndësishme për brezat që do të vinë.